Raportet e policisë së Kosovës flasin për rritje të ndjeshme të numrit të tentim vetvrasjeve dhe vetvrasjeve në Kosovë. Kjo rritje sipas psikiatrëve dhe sociologëve po vjen si pasojë e traumave të luftës së fundit, por ka raste dhe për shkak të mungesës së kujdesit shpirtëror në planin individual dhe në atë institucional. Përderisa në vitin 2001 statistikat flisnin për 74 vetvrasje dhe 41 tentim vetvrasje, në vitin 2014 numri i vetvrasjeve arrin 79, ndërsa 246 raste janë regjistruar si tentim vrasje. Ndërsa prej vitit 2001 deri në vitin 2014 janë evidentuar 855 raste të vetvrasjeve dhe 2967 vetvrasje në tentativë. Ky fenomen, sipas policisë së Kosovës, po merr përmasa të gjera nga viti në vit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha për Tribuna Channel ka thënë se policia është duke jetuar të gjitha rastet e raportuara të vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Psikiatri Agim Selimi në një prononcim për Tribuna Channel ka thënë se vetvrasja si fenomen nuk kursen asnjë shoqëri. Ai thotë se përveç mungesës së përkujdesjes së kosovarëve ndaj aspektit shpirtëror, si një ndër shkaqet kryesore që po ndikon në rritjen e numrit të vetvrasjeve, sipas tij është edhe pasojat e luftës, si dhe kushtet e rënda ekonomike. Një prej arsyeve tjera mund të jetë edhe një pjesë të cilët në një farë mënyrë është sy krenaria e tyre dhe këtë pjesë mendoj që mund të jenë njerëz që kanë kontribu për lirinë e Kosovës dhe të cilët janë pa përkrahje shoqërore dhe shoqëria nuk të paktën nuk merret fare as me atë krenarinë e tyre dhe kjo çon në vetvrasje. Sociologu Artan Muhaxhiri lidhur me këtë temë ka thënë për Tribuna Channel se këto akte po rriten si pasojë e mostrajtimit institucional. Për këtë arsye, ai porosi që institucionet përkatëse të merren në mënyrë serioze me këto raste. Institucionet e shtetit Kosovë duhet merren gjithsesi me njerëz cilët janë në kufi të ekzistencës, pra sepse ata kanë predispozita më të mëdha që të bëjnë vetvrasje, sepse mungesa e një jete normale dhe mungesa e shpresës për të arritur ndonjëherë këtë jetë normale është një indikator që mund të shtyjë njerëzit të bëjnë vetvrasje. Sipas hulumtimeve shkencore, është vërtetuar se të rinjët deri në moshën 35 vjeçare më së shpeshti bëjnë tentim vetvrasje, ndërsa të moshuarit nga 50 vjeç e tutje më shpesh bëjnë vetvrasje.